Provinca Franceskane Shqiptare dhe Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Shoqërore organizuan konferencën shkencore kushtuar dy figurave të shuara të franceskanizmit shqiptar, Bernardin Palaj dhe Justin Rota. Studiues dhe profesor të njohur nga fusha të ndryshme të gjuhësisë, letërsisë, historisë dhe kulturës shqiptare nxorën në pak kontributin që patën këto dy klerik në letërsinë shqipe, gjuhësinë, folklorin, historinë dhe identitetin kombëtar. Të gëdhenën dhe përvojtim franceskane, as pak nuk e kam shtirë dhe i pranë organizmet të i bane, jo me se dhe të keqë. Janë shemë për çdo kohë dhe çdo detyrat. Shemë pra në kohën ku kanë vepruar, por shemë edhe në kohën e sot. Me këto tre raste, shifet se fretit e asaj kohë, sa të vojt kanë kenë në gjanat të vla, e sa të vlej kanë kenë në gjanat të vogla. Kjo vajsi dhe bazore të përvojtnin e tyre, që është detyti i parë në kristianizëm dhe shemull i franceskanizmit që të votës se sot me aqo mundë. Hetusja sa i kohët, Mesi Kopali ja paraqet figurën e diktatorit, i thot, ky është zotnia e zoti juj, i përgjigjet për aty ndëllimet mëdha, i thot, aja është zotnia i jot, zoti jem është në qiell, e a s'm kam pësu kur mi ba keq kërkuj, por me i dash gjithkend. Ky ishte atë Bernardin Palaj. Për arqipeshve në Shkodrës, Giovanni Peragjine duhet vijuar puna për të botuar të plota veprat e këtyre dy personaliteteve, si një kontribut për kulturën dhe vetëdijsimin e identitetit të popullit ton. Një mësim për ne, se si të përdorim mirë kohën tonë dhe mos të dorëzohemi përpara sëmundjes dhe vuajtjes. Një pjesë e konsiderueshme e krimtarisë se atë Bernardin Palaj dhe atë Justin Rotes është botuar nga provinca franceskane, por mbetet prapë për të botuar. Është në të mirën e të kulturës së sonë që të vjohet me botimin e shkrimeve të këtyre dy personazheve për të zhvilluar kulturën tonë dhe për të vetëdijsuar identitetin e popullit. Në mënyrë të veçantë, i gjithë populli i zonës së Nikaj-Maturit, fiset forta kreshnike, e posaçërisht katunet, paq, briz, sac e çurra i epër, i janë mirënjohës fratit franceskan atë Bernardin Palaj për zhvillimin e arsimit, për mbledhjen e folklorit dhe rujtjen e dokumentimin e vlerave kombëtare, për përpjekjet e tij për të ndryshuar mendjen e malësorëve dhe për të zbutur zemrat e tyre fisnike, duke pajtuar gjaqe e duke kultivuar faljen, duke vënë jetën e tij në shërbim të Zotit dhe të njerëzve të këtyre maleve historike. Ambasadori i Kosovës në Vatikan Vebim Iftari cilëson rolin që kanë luajtur këto dy figura në identitetin kombëtar. Ky kontribut natyrisht që duhet të theksohet, fatkeqësisht pavarësisht se viteve të fundit vepra e tyre është bërë gjithnjë më e njohur, është interpretuar nga studiosë të ndryshëm, ende nuk është qartuar plotësisht dhe unë besoj që konferenca e sotme do të sjellë rezultatet shkencore mbi punën e tyre. Atë Bernardin Palaj u shpalli lum në vitin 2016 nga Selia e Shenjtë. Ai është i njohur për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në mbledhjen dhe studimin e folklorit shqiptar, veçanërisht të eposit kreshnikëve. Pas vendosjes së regjimit komunist u arrestua dhe torturua, vdiq në burg në 1947 duke lënë pas një trashëgimi të pasur kulturore, ndërsa atë Justin Rota dha një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e gjuhës shqipe dhe studimet filologjike, edhe pse ishte një figurë e rëndësishme akademike, gjatë regjimit komunist u përsekutua dhe përjashtua nga jeta akademike. Të dy këta franceskan janë simbole të ruajtjes dhe promovimit të kulturës, gjuhës dhe historisë shqiptare, dhe vepra e tyre mbetet një rëndësi të madhe për studiuesit edhe sot.